Ju përshëndes miq të RTS Sport, mirë se vini me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Elbasan Arena. Do të jemi së bashku me emocionet kuqezi 19 vjeçarët sot në takimin e tyre të dytë në grupin 11 të kualifikuesve të kampionatit evropian 2025. Shqipëria e drejtuar nga Juliana Mataj sot do të përballet me Danimarkën. Kujtojmë në ndeshjen e parë skuadra jon ka humbur me rezultatin 6-0 përballë skuadrës së Izraelit, ndërkohë për sa i përket Danimarkës ka fituar me Irlandën e Veriut me rezultatin 4-0. 3 pikë për skuadrën daneze, 0 pikë për skuadrën tonë. Ndërkohë që më herët në orën 12 është luajtur takimi mes Izraelit dhe Irlandës së Veriut. Izraelitët kanë fituar me shifrat 3-1 të përballë dhe momentalisht kryesojnë në vendin e parë në kuotën e 6 pikëve. Kuqe bardhë do tjetë skuadra e Danimarkës dhe me uniformat e zeza, me uniformën e dytë në krahun tjetër do tjetë skuadra e 19 vjeçarëve të Shqipërisë, plani parë për skuadrën e Juliana Mataj. Do të kemi në port për skuadrën e Danimarkës, është skuadra e Danimarkës ajo që cilësohet në këtë përballje si skuadra price, dhe do tjetë Martin në port për të vijuar më pas me kapitenin Hogsberg, Walk, Botker, Falk, Hoyer, Nielsen, Larsen, Jensen, Tehemsen dhe Bert Helsen. Ky është formacioni i skuadrës Danimarkës. Në krahun tjetër, skuadra jonë do të vi me këtë 11 që trajneri Juliana Mataj, me ta në port Dama, Prendi, Perndreca, Shpuza, Tosku, Jaku, Kurti, Arifi, Marinaj dhe Hasani. Ky është formacioni në krahun tjetër për skuadrën e drejtuar nga tekniku Julian Ahmataj. Përsa i përket lojtarëve të tjerë, por fillimisht ju njoh me gjyqtarët, do tjetë Jonas Janovic nga Estonia, gjyqtar kryesor, Aron Harpsing, po estonezi ndihmësi i tij, Oleksi Mironov nga Ukraina do tjetë asistenti i dytë dhe Oleksi Derevinski do tjetë ukrainasi që është gjyqtar i 4. Përsa i përket stolave respektiv, trajnerët do të kenë të gatshëm Bur, Bitstrup, Olsen, Kolo, Jensen, Kruk, Johansen, Zvarta, Jul Sanger dhe Christensen për skuadrën e drejtuar nga tekniku Lars Strongart Jorgensen, tekniku i skuadrës daneze. Ndërkohë, Dervishi, Vranici, Sulejmani, Nuredini, Bakiu, Marina, Beloj dhe Kashari të gatshëm për skuadrën tonë për trajnerin Julian Amataj. Gjithçka gati, vjen në starti, janë danezët që shkelmojnë topin e parë nga qendra dhe kontrollojnë me Nielsen, me njëherë tek Larsen shkon topi në krahun e majt. Të shohim në takim vendimtar për të dyja skuadrat për fatet dhe vazhdimsinë në grupin 11. Edhe një tjetër si shumë herë në të kaluar në vendin ynë dhe Federata Shqiptare e Futbollit kanë marrë përsipër organizimin e takimeve të tilla për këto grup mosha. Shohim danezët në këtë dalë tyre të parë, provojnë të mbyllin lojtarët tanë. Kontrolli i topit është edhe një tjetër nga danezët, vjen ky kryesim, largohet topi. Këtu është Botker që kontrollon. Më pas është Hoyer. Shkon topi tek Larsen në krahun e majt. E kanë kontrolla i Larsen. Hoyer sërish. Kombinimi mes lojtarëve danez ishte dhe Bert Nielsen, Botker. Provojnë të dalin me Falk nga djatha, mbështet aty Jensen. Qarkullimi i topit nga danezët me njëherë në pritje skuadra jon. Shkon topi me njëherë në krahun e majt tek Larsen, pritet arkimi, mbrapa shkon topi. Hogsberg, kapiteni, vjen kërcimi. Goditja me kokë, kontrollon Taho. I vëmendshëm Taho ka kontrolluar.
janë sërish të danezët me topin kontroll. Edhe njërë lojtarët e Danimarkës, Botker, Walker tek Hogsberg, kapiteni, me njërë dërgon tek Larsen. Brapa topi Hoyer. Kujtojmë përballë Danimarkës, jemi ndeshur në 2011 dhe në 2014, këto janë dy përballje që kemi patur në ndeshjet e 19 vjeçarëve mes dy përfaqësueseve. Danimarka ka fituar në 2014 1-0 dhe në 2011 po me të njëjtat cifra 1-0 dhe në 2011. Janë dy takime në përballjet direkte të kësaj grup moshe mes Shqipërisë dhe Danimarkës. Kujtojmë që Danimarka edhe përsa i përket përpara kësaj sfide vinte nga një ndeshje e mirë, një fitore përballë Belgjikës me rezultatin 3-1. Ndërkohë ishin dy misore të fituara në muajin tetor për skuadrën e Julian Amatajt ndaj Malit të Zi, dy takime të cilat të jepnin shpresë, por gjërat nuk shkuan si duhet përballë skuadrës së Izraelit. Kujtojmë atë humbje të thellë 6-0, një nga më të thellat që ka pasur skuadra e 19 vjeçarëve. Walker dërgon topin tek numri 6 Nielsen, më pas është Falk. Nuk kuptohet Falk me Tehensen, jashtë vija kuvizuese, rivënie fundore i takon portierit Taho. Janë qëndronë në pritje skuadra jonë, ende nuk e kemi parë një moment për të kaluar në gjysmëfushën kundërshtare, kur janë zhvilluar 5 minuta nga fillimi i kësaj sfide. Shpuza, goja të pasim për Marinaj. Hasani, kuptohet ideja, kontrollon në Hogsberg, kapiteni vjen Hoyer për të organizuar manovrën e danezëve. Jensen me topin kontrol, Hoyer, Jensen sërish. Nielsen. Walker. Pas kapiteni Hogsberg. Shohim në 30 metrat e fundit e të rregjur e gjithë skuadra jonë. Vjen ky kryesim. Gohet topi aty për Ndreca, lojtari Bylisit, më pas Hasani nuk arrin. Edhe një tjetër provojnë në këto momente danezët. Mbyll kapiteni Kurti, i fundit e ai e prek, goditje nga këndi e para e sfidës, i takon skuadrës daneze. Shohim çfarë do të sjellë kjo goditje nga këndi e para. Kërësimisht i ullët, largon Marinaj. Dhe këtu kemi një pozicion jashtë loje. Do tjetë portieri Taho, që do të provojnë në këto momente të nxjerrë skuadrën lart, të shty sa më shumë përpara ekipi. Prej disa minutash qëndron i tërhequr në presionin e kundërshtarit. Topi gjati Taos.
Oker ndërhyn me kokë, më pas së Falk, Botker, topi gjatë për para i gabuar, jashtë vijave kufizuese, rivëndje me duar për skuadrën tonë. Përndreca, mbrapa topi, Prendi, Kurti, me njerë ky pasim për para drejt Marinajt, të shojmë del aty, Martin, me këmbë largon, edhe njerë lojtarët tanë arrinë të kontrollojnë, por pasimi i gabuar gjithsesi provon edhe njerë tjetër Arifi, lojtari të Utës, por nuk shërben për shokët e skuadrës. Jashtë vijave kufizuese, rivënia fundore për danezët Martin. E le topin për Walker, e nisa i nga fundorja për kapitenin Hogsberg. Hoyer. Shton Botker. Më pas është Jensen. Jensen ka topin kontrol më ngjarashi. Nielsen. Walker sërisht, edhe një tjetër Hogsberg, kapiteni në të majtë shkon pasimi të Larsen. Hogsberg sërisht. Provon ta zhvendos lojën në kranë djathtë, pasimi tjetër i sak për Jensen. Shojmë Jensen, ky vertikalizim brenda zonës, Nielsen provon ta kthej. Mbyllet aty nga Jaku, Jordi Jaku e mbyll. E dyta goditje nga këndi për skuadrën e Danimarkës. Nuk arrin Hasani, topi takon edhe një tjetër skuadrës së Danimarkës. Besimi shkon në krahun e majt. Larsen. Hoyer. Nuk arrin të dalë aty Tosku. Ako këtu kemi faullur, ju gabuar ndaj Marinaj. Goditje e lirë për skuadrën tonë. Do tjetë Taho e që të shkelmoj edhe njërë tjetër në drejtim të sulmit. Topi gjati Taos, Hasani, Dorin Walker, kontrollojnë me Falk lojtarët e Danimarkës, provojnë dalin me shpejtësi për para, mban topin e i gabon pasimin Hasani, në kanë mbështetjen e shokëve të skuadrës, arsyeton brapa dërgon Përndreca, Kurti, për pas është Prendi, Dama, Jaku, Dama sërisht.
Edhe një herë tjetër shkon topi te Kurti. Arifi gjen për ndrecën, Shpuza. Kohet me njerë pasimi për Marina e lexueshme gjithçka në atë pasim të Shpuzës. Me Oker kontrollojnë në këto momente danezët, provon vetë dalë që ndërmbrojtësi. Nielsen. Hoyer. Walker sërish. Për ndreca. Tregohet ky top nga Dama. Kontrollon Martin. Kam tjetër portieri i danezëve. Nuk nxitohet Martin shkurtimisht tek Walker. Topi gjati ti provon të nis Bert Hales. Mbyll Dama. Hoyer. Botker. Jensen, Botker sërish. Walker edhe njërë tjetër, shkon në të majt topi, aty ku është Larsen. Larsen provon të drejtohet zonës, pasimi është edhe njërë tjetër mbrapa. Për kapitenin Hogsberg, më pas Botker, çakullohet topi Falk. Edhe njërë tjetër për Botker, pasimet shumëta nuk nxitohen, nuk e humbasin durimin danezët. Vjojnë të çakullojnë topin. Provohet ky pasim për Nielsen, kuptojnë idenë lojtarët tanë, më pas Hasani. Nuk ka faull, gjithçka rregullt. Walker edhe njërë tjetër, shohim skuadrën e Danimarkës, e gjitha me parashikimin e portierit në gjysmë fushën tonë. Vjon të qëndrojnë në pritje ekipi shqiptar, ndërkohë këtu kemi faull ndaj Marinajt, pak frymëmarrje për lojtarët tanë. Janë pikërisht këto momente, fitimet e faulleve që i japin pak frymëmarrje ndjemve Kuqezi. Edhe një tjetër Taho do t'jetë ai që do të provojë për të nxjerrë skuadrën përpara. Topi gjatë. Nielsen, pas Falk. Botker. Walker, shkon tek Larsen topi, nga e majta edhe njëra ai. Larsen provon të avancoj, kalon një kundërshtar, nuk ka faull, gjithçka rregullt. Dama gabon pasimin, Hoyer. Brenda vijeve kufizuese e mban kapiteni Hogsberg mbrapa tek Martin topi.
Vjen krosimi, kjo goditje me kokë është e gabuar jashtë kuadratit. Provoi aty Larsen nga majta në djathtë brenda zonës skuadrës tonë, provoi me kokë, por nuk e gjeti kuadratin. Taho në këtë rivendje fundore. Falë në rrymë me kokë, më pas Tosku pa dres. Vjojmë t'jemi pa qartësi në lojën tonë. Ende nuk kemi parë diçka nga djemtan. Portieri Marti nuk është vizituar asnjëherë në këto minutat e zhvilluara. Jensen, shpuza për Ballti, Jensen provon ty në drejt zonës, Jensen. Ai pasim Marinaj. Shohim një nga lojtarët e sulmit se ku është Marinaj. Gjendet në zonën tonë. Augsberg, Larsen. Jensen provon edhe njërë depërtojnë zonë Jensen, vjen krosimi, nuk arrin të largojnë lojtarët tanë. Këtu Botker e kthen brapa. Qojmë Larsen, provohet goditja, mbyllet aty. Augsberg. Botker. Shkon topi tek Jensen. Jensen, provohet krosimi. Largojnë për një çast lojtarët tanë, nuk arrin Asani në duelin me Walker, Augsberg. Edhe njërë tjetër janë danezët. Është Nielsen. Jensen më pas. Nielsen sërisht. Pasimet shkurtra mes dy lojtarëve. Provon Hoyer tashmë tash vendos lojën kam tjetër tek kapiteni Augsberg e dërgon me njërë tek Larsen. Larsen i drejtohet zonës, Larsen e mban topin, gjithjen Larsen, pritet arkimi. Pasimi mbrapa, vjen krosimi në shtyllën e dytë, Jensen e kanë kontroll, vonon goditjen dhe pasimin. Largon shpuza. I fundit e prek ai, rivendja me duar i takon skuadrës së Danimarkës. Julian Amataj gati ty në fush. I pak kënaqur me atë që po interpreton skuadra në fushën e lojës. Shohim Jensen në rivendje me duar. E lë topin ai, do t'jetë Falk që do ta kryejë rivendje me duar. Topi takon kuqezinjve. Do t'jetë Përndreca në rivendje me duar. Nuk arrin Marinaj me kokë. Topi devijohet nga danezët. Ishte Botker edhe rivendje me duar edhe një tjetër për skuadrën tonë. Shtyhet tashmë disa metra përpara, do t'jetë sërish Përndreca ai që do të kryejë rivendje me duar. Tjetër top përpara. Shohim këtë duel Asani me Botker. Asani nuk arrin të depërtojë drejt zonës. Prendi e dërgon topin tek Dama, Jaku në rrethin e mezit fushës. Gabon Jaku, të shojmë zbritjen e danezëve, Hoyer, pasimi për Jensen, dhe këtu ka faull, kemi goditje të lirë, kërkohet karton nga danezët për atë ndërhyrje ndaj Hoyer, gjithçka e rregullt përsa i përket masës disiplinore, ishte thjesht faull, kjo është mendimi i gjyqtarit. Edhe një tjetër ndërhyrja e Prendit, topi tek Jensen, edhe ai nuk arriti të vijë në zotrimin e topit. Ndaj gjyqtari akordoi këtë faull. 3 lojtarë pranë topit. Do shohim
Hoyer Jensen, vjen krosimi. Prendi, por me se duket gjyqtari e ndal edhe një tjetër lojën. Do të ekzekutohet në momentin që do të kemi sinjalizimin e tij. Hoyer e dërgon topin më njëherë tek Jensen brenda zonës. Jensen vjen krosimi. Në shtyllën e dytë, goditja, ja shkon kapiteni Hogsberg pranë golit Danimarka. Minuta 23 pranë golit skuadra e Danimarkës. Larsen, Rin Kurti largon topin në gjysmë fushën kundërshtare. Vetëm portieri Martin aty. Botker. Jensen. Nielsen, Jensen sërish. Topi për të fundit preket nga shpuza, rivendi me duar për danezët, Jensen ziton, e dërgon edhe njërë tjetër mbrapa tek Botker, më pas Waltke. Hogsberg e dërgon sërish tek Jensen, në duelin 1-1 për shpuzën, Jensen i drejtohet fundores, ka bon këtë numër 10 i Danimarkës, jashtë vijave kufizuese, rivënje fundore për portierin Taho. Shojmë Arifi me 3 kundërshtarëve, Arifi nuk ka faull, gjithçka rregull. Provojnë dalin edhe njëherë tjetër danezët. Arsyeton Bert Nelson. Botker. Falk. Shkon topi tek Walker, gabon ai, provojnë dalin edhe njëherë tjetër Kuqezin të Arifi me topin kontroll, fton Hasanin. Hasani humbet duelin me Hogsberg, një zhvjeve kufizuese topi. Nielsen, Falk, Nielsen sërish. Hoyer, e dërgon tek Larsen në të majt, e ulej, Larsen. Shojmë duelin e Kurtit me Bert Helsen. Hogsberg, Walker, Hoyer, Nielsen, kon Falk, ndërhyn shpuza, Falk e kanë kontroll, pritet arkimi i tij, vjen në qendër zonës, largohet nga Jakob, pas Jensen. Kontrollon Taho të majtën e Jensen.
Edhe njërë tjetër jashtë kuadratit ishte i top, gjithsesi Taho shojmë ka faul, gabon portieri Taho. Gabon portieri Taho. Dhe i dhuron në këtë mundësi të artë skuadrës së Danimarkës, portieri Taho. Shojmë çfarë do sjellë dhe kjo mundësi për skuadrën. Jensen pranë topit, afrohet dhe kapiteni Høgsberg. Shohim Jensen goditja, largohet topi. Zgjidhet ky moment në prapavijën e kuqezimeve, në kohë që ky top shkon jashtë vijave kufizuese. Nuk arrin skuadra e Danimarkës të shfrytëzojë atë mundësi të dhuruar nga portieri Taho, i cili gaboi. Shohim edhe një tjetër, ka qenë se duket Perndreca, ai që ka ndalur atë goditje të Jensen. Taho, topi gjatë i tij. Ryn falk me kokë, më pas Jaku nuk arrin të dalë. Perndreca, Hasani, Høgsberg. Kemi faul. Ne çojmë kartoni verdh për Jakun, i pari ndëshkuar në këtë sfidë. Højer. Jensen. Pas është Botker, Walker. Jensen sërisht, edhe një tjetër nga djatha Jensen, zhvendose drejt qendrës. Jensen me topin kontroll, e dërgon te kapiteni Høgsberg. Larsen. Larsen pritet krosimi, mbylli lojtarët tan. Dama dërgon jashtë vijave kufizuese, nuk kishte opsion tjetër, rivënie me duar me shpejtësi danezët. Edhe një tjetër Larsen, jojnë të këmbguli nga majta. Pritet arkimi drejt zonës, Walker. E lë sërish për kapitenin Høgsberg. Nuk nxitohet Høgsberg. Majer. Fton Falk. Falk brenda zonës. Botker. Edhe një tjetër. E njëjta melodi, e njëjta muzikë, qarkullimi i topit, nuk nxitohet. Nga e majta në djath me pasimet që shkojnë nga qendrorët e mbrojtjes. Kjo është ajo që tregon skuadra e Danimarkës. Shohim të top drejt Larsen brenda zonës, Kurti largon vetëm për një çast, pasi mbeten aty danezët me Høgsberg. Nuk shkon drejt zonës ai kërsim, Arifi fiton këtë top, provon të nxjerrë lojtarët tan, gabon në pasimin për Hasanin. Edhe një herë tjetër danezët provojnë të organizojnë. Nielsen. Højer. Larsen për Højer lë sërish topin. Mbrapa Høgsberg, kapiteni. Højer sërish. Botker.
Falk. Vjen krosimi, deviohet topi në duart e Taos, shkon. Kontrollon portieri. Kronometri shënon minutën e 33, shifrat mbeten të barabarta 0-0. Ndeshje e vlefshme për kualifikuesit e Euro 2025. Grupi 11, 3 pikë për Danimarkën, 0 pikë për skuadrën tonë. Kryeson grupi Izraeli me 6 pikë, 2 fitore për izraelitët. Kujtojmë Shqipërinë 6-0 dhe sot 3-1 përballë skuadrës së Irlandës së Veriut. Ne të kemi këtë goditje të lirë për skuadrën tonë. Ishte ndërhyrje ndaj Arifit, është i vetmi që po mundohet t'jap shkëndija, por duket i pafuqishëm për të depërtuar drejt mbrojtjes dhe zonës kundërshtare. Pranë topit Prendi kërkon shpuzën në këtë pasim. Kontrollon gjithçka Falk, e shoqëron topin jashtë vijave kufizuese, rivënie fundore për portierin Martin. Edhe një tjetër nga prapavia për të organizuar manovrën e tyre lojtarët e Danimarkës. Larsen, të shohim të dalje të radhës. Larsen vjen krosimi në zonë, kjo goditje me kokë, Tao e ka në duar. Tehemsen, një mundësi mjaft e mirë, nuk arrin Tehemsen të gjejë rrugën e rrjedhës. Walker e dërgon topin tek Hogsberg. Provohet krosimi drejt zonës. Jaku e nxjerr topin jashtë zone, por mbeten edhe një herë përpara, ndërkohë që ka faull të gjyqtari. Kemi faull në favor të skuadrës së Danimarkës, të skuadrës tonë. Është një faull në sul nga ana e danezëve. Ky është momenti kur vendosin për këtë faull. Edhe njërë lojtarët e Danimarkës me Hogsberg. Larsen, vjen krosimi në shtyllën e dytë, Jensen e Majta në rrjet. 1-0 shënon skuadra e Danimarkës. Minuta 37, zhbllokojnë shifrat, realizon numri 10 Jensen. Një me 0 shënon sulmuesi Krau. Zhbllokojnë shifrat në Elbasan Arena. Është skuadra nordike që gjen rrugën e rrjetës pas shumë përpjekjeve. Shohim edhe një herë tjetër e Majta Jensen.
Taho nuk ka çfarë të bëj me topin që përfundon në këndin e kundërt të vendosjes ku ishte portieri, në këndin e poshtëm. Një goditje e zgjuar e numri 10 Jensen. Nielsen. Nuk ndryshon asgjë. Danezët edhe njëherë tjetër provojnë me tjetër mënyrë të shfaqen përpara. Këteri ishte Bert Helsen. Ndalet ai nga Kurti. Kemi goditjen e tretë nga këndi për skuadrën e Danimarkës. E treta e sfidës, 3 goditje nga këndi për Danimarkën. 39 minuta lojë, asnjë mundësi për skuadrën tonë. Asnjëherë nuk jemi afruar në zonën kundërshtare. Këshillon estonezi, 2 lojtar, se duket Përndrecën dhe kapitenin Hogsberg. Shohim goditjen e tretë nga këndi për skuadrën e Danimarkës, çfarë do të sjell. Arkimi është edhe një herë tjetër i ulët, provon lexon Kuqezin. Kjo goditje falk mbyllet dhe me një kërkohet ndihma e stafit mjekësor, ka patur një goditje në pjesën e fytyrës. Me njerë kërkohet ndihma e doktorit për një nga lojtarët tanë. E qenë një e djathtë e fortë e falk nga jashtë zone. Ka lënë të dëmtuar një prej lojtarëve Kuqezin. Shohim edhe një herë tjetër kjo goditje. Vjen tjetër i shtrirë. Njëri prej lojtarëve tanë në kujdesin e stafit mjekësor. Shpresojmë të mos ketë probleme për të vijuar lojën. Ndërkohë ky rezultat do thotë që rrugën për mëtej do ta vazhdojnë Izraeli dhe Danimarka. Do të kenë përballjen e tyre të fundit në grup Izraeli dhe Danimarka për të qenë se cila prej tyre do të jetë në vendin e parë. Luhet minuta e 42 në Elbasan Arena, është Përndreca, lojtari i cili ka marrë atë goditje. Topi takon lojtarëve tanë, edhe një herë tjetër Taho do të kërkoj topin e gjatë përpara. Kështu ndodh. Provon Marinaj. Provon me duar i takon danezëve. Ishte pikërisht numri 19 që e preku topin i fundit. Butker e lërë për portierin Martin. Kapiteni Hogsberg. Larsen.
Tjetër top për para, ndërhin aty Kurti. Shojmë këtu ka Jensen e shpusa, nervozizëm me styre. Afrohet me njerë kryesori dhe i thretë 2 lojtarët pranë tij. Shojmë nëse do të mjaftohet vetëm me këshillim. Ka vetëm këshillim për Jensen dhe shpuzën. E mban brenda vijave kufizuese shpuza, më pas Tosku e nxjerr nga ajo zonë. Hoyer, Hogsberg, Larsen. Hoyer sërish. Nielsen, Hogsberg. Sërish Larsen. Larsen. Berthelsen. Shojmë pasimin, i gabuar Asani, Kurti. Gabon. E gjithë Shqipëria 45 minutave të para, vetëm për të mos pësuar, për të ruajtur portin e paprekur, edhe pse danezët kanë arritur të gjenia rrugën e rrjedhës, vetëm kaq kanë treguar, e kanë vështirë të dalin përpara, janë topat e gjatë në rivendit fundore apo ndonjë faulli në sulm të kundërshtarit, ato që kanë bërë për të arritur dhe për të dalë skuadra nga zona e saj, por jo nga gjysmë fusha. Vjen kërësimi, Kurti ndërrin me kokë, edhe një tjetër danezët Larsen, Walker. Pasimi për Hogsberg, është vendosën tjath kapitenin që sakt Jensen, e ulej Jensen, një minutë shtesë të fundit e pjesës parë, Jensen, mbrapa pasimi, Botker, edhe njërë tjetër, Jensen, e ka këtë lopin kontrol Jensen provon të avancoj, i ndërhyn Tosku, i vetëm me duar, i takon topi danezve. Falk provon krosimin, mbyllet nga Marina, goditje nga këndi, e 4-ta për danezët. Shojmë çfarë do të sjellë kjo goditje nga këndi. Është aksioni i fundit për 45 minutat e para. Vjen kërësimi, në shtyllën e parë, largohet topi. Provojnë të dalin kuqezin. Jashtë vjen me kufizuese, nuk ka më kohë kryesori estoneze, mbyll këtu pjesën e parë. Danimarka kryeson 1-0 përballë Shqipërisë. Vendos goli Jensen në minutën e 37. Një pushim i shkurtër dhe do të jemi bashkë për pjesën e dytë nga Elbasan Arena. Danimark, Shqipëri.
Edhe njërë tjetër miq me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Elbasan Arena bëhet gati për të nisur pjesa e dytë e takimit mes skuadrave të Danimarkës dhe Shqipërisë under 19. Pjesa e parë mbyllur me avantazhin 1-0 për skuadrën e Danimarkës. Vendos goli Jensen në minutën e 30
e 7 kësaj sfide, ndërkohë bën gati lëvizjet tek skuadra e Danimarkës. Janë 3 lojtarë jashtë fushës. Është Bitstrup, numri 9 Jonsen, Kruger Jonsen dhe numri 11 Oskar Zvartau. Këto janë lëvizjet tek danezët për të parë se cilët do të jenë lojtarët që e kanë mbyllur takimin. Kujtojmë 1-0. Shohim numri 17 Tensen ka mbetur në dhomat e zhveshjes, vendin e ka marrë Zvartau. Ndërkohë shohim edhe për skuadrën tonë, largohet Marina i Sulejmani në vendin e tij. Gjithashtu largohet Hasani, në vendin e tij është Hysalliu. Shohim cila do të jetë qasja e skuadrës Juliana Matej në këtë pjesë të dytë. Edhe një tjetër danezët është Jansen brenda zonës. Shohim Tosku. Që është Nuredini në fushën e lojës për skuadrën tonë. Ky kërsim nuk arrin të largoj aty Dama. Shohim Kruger Jensen. Kruger Jensen, vjen kërësimi. Largon Prendi, më pas Sulejmani. Këto përpara. Është numri 11 Nuredini, i cili ka marrë vendin e Hasanit. Edhe një tjetër janë danezët. Ashtu si në pjesën e parë, provojnë gjithçka ta dominojnë në qarkullimin e topit. Kapitin Hogsberg, Kruger Jansen, Larsen, vjen kërësimi. Kjo goditje, deviohet topi në këndore shkon. Është e pesta për skuadrën e Danimarkës. Goditja e 5 nga këndi. Kruger Jansen shkon nga këndi, numri 9.
Vjen kërësimi. Të shohim provon të dalë aty Nuredini, mbyllet mjaft mirë nga ana numër 20 Walker. Kruger Jensen, mbrapa Hoyer, lëkon në kam tjetër Bitstrup. Jensen, Bitstrup, mbrapa pasimi Botker. Hoyer sërisht, Botker, vjen në qarkullimi i topit, Bitstrup. Në kuptohen me styrë lojtarët e Danimarkës, jashtë vijave kufizuese rivënie fundore, topi takon portierit Taho. Kemi faul, i takon skuadrës tonë, ka një lojtar të dëmtuar. Se duket është Përndreca, lojtari i dëmtuar. Shohim nëse do duhet ndihma e stafit mjekësor. Ky është momenti i faulit kur Sulejmani u ndal nga Hoyer në mënyrë të gabuar. Përndreca i cili pati probleme edhe në pjesën e parë kur mori një goditje në pjesën e fytyrës nga tentativa e Falk. Vjen ky kërësim drejt zonës, Kurti me kokë jashtë kuadratit, e leta e goditje kapitenit Kurti. Do shta kërkoj një shërbim në qendër zonës, në brendësit zonës nga ana e Kurtit. Të paktën edhe nga mënyra sa që provoj të interpretonte skuadra jonë, ishte diçka që duhej pozicionuar ose më saktë topi duhet të ishte në qendër zonës për të patur mundësi për të shfrytzuar atë moment. Ishte vetmja mundësi që të paktën deri në këtë moment, ashtu edhe në pjesën e parë, kemi patur mundësi të shkojmë drejt zonës kundërshtare, por asnjëherë nuk kemi tentuar ta godasim kuadratin. Portieri Martin ka bërë spektatorin në 45 minutat e para. Larsen. Kruger Jensen gabon pasimin, Sulejmani me forca i mbrapa pasimi prendi pa drejë si gabuar e dorëzon të kundërshtarët. Martin i vetmi në gjysmë fushën e tij, portieri Walker, shedalin e Larsen për të pasimi i sakt. Larsen e kanë kontroll. Dama shkon pranë tij, Kruger Jensen pritet arkimi, preferon pasimin Hoyer. Edhe një tjetër shkon topi mbrapa. Sërish nga e majta këmbgulit me Larsen. Kruger Jensen, Kurti pranë tij, Kruger Jensen e mban topin. Provon të kaloj Hoyer, gabon Arifi, pas Sulejmani ndërhyn aty Botker. I revoltuar Sulejmani me kryesorin. Sulejmani, lojtari i cili luan në radhët e skuadrës së 20 vjeçarëve të Lazios. Lazio Sampdoria në 26 tetor është goli i fundit që ka realizuar. 11 ndeshje, 2 gola këtë sezon me skuadrën e 20 vjeçarëve të Lazios, ndërkohë 6 gola sezonin e kaluar.
për Sulejmanin me skuadrën e 19 vjeçarëve të Lazios. Në takimet miqësore ka realizuar 3 gola gjatë këtij viti Sulejmani. Shojmë të daljet të danezëve, vjen kërësimi, Arifaj nuk arrin, Larsen e gabuar, goditja e Larsen. Lojtari i Brondby, Larsen, 18 vjeçar i Detlinës 2006. Lukas Larsen ka një kontratë me Brondbyn deri në 2026. Që portieri Martin është një portier i cili është në pjesë e klubit të Arsenal. Luan me 19 vjeçarët e Arsenal. Çojmë tu Kruger Jensen, vjen kërësimi në shtyllën e dytë, askush nuk është. E shoqëroni është vijave kufizuese Shpuza. Taho në rivënje fundore. Taho, i cili është pjesë e klubit e Interit. Ndërkohë që Dama është pjesë e skuadrës e klubit të Olympiakosit, një nga lojtarët e mbrojtjes të skuadrës tonë. Nga kampionati janë për ndreca lojtari Bylisit të Jaku i Tiranës, Arifi të Utës. Goditje lirë edhe njërë tjetër për skuadrën daneze. Kruger Jensen mbërshtet Larsen, Kruger Jensen brenda zonës, kërkon pasimin për Larsen. Provojnë dalin lojtarët tanë, Sulejmani e dorëzonte kundërshtarët edhe njërë në kontroll. Janë nordikët. Kruger Jensen zhvendoset nga qendra, hapësira goditjes është, preferon pasimin. Tosku, ky pasim për Nuredinin, çojmë Nuredini, shumë i shpejt Nuredini. E ka topin kontrol Nuredini mes dy kundërshtarëve. Diçka rregull, thot kryesori estonez. Vjen loja. Topi mbrapa tek Martin, provon Sulejmani ta shqetësoj. Në përshërsi aty Bitstrup në shqetësimin e lojtarëve tanë, në rivënje me duar, Bitstrup e dërgon topin më njëherë mbrapa. Tek Botker, ky për Martin. Shohim se do të kemi tashmë udhëzime të reja nga trajneri Julian Amadaj, ndoshta që skuadra të ngrihet pak më lart. Kruger Jensen depërton brenda zonës, Kruger Jensen u mbet topin, por ka faul, goli Jensen nuk vlen. Ka faul të numrit 9, i cili ndëshkohet me kartonin e verdh. Shohim edhe një tjetër. Ky faul ndaj Prendit. Shohim, kemi faul të Sulejmanit. Në duelin e error, ndëshkohet me kartonin e verdh sulmuesi. Shohim edhe një tjetër. Ndaj Hogsberg. Kryesori një shenjë që ka patur në pryl, në goditje, në kërcime sipër nga ana e Sulejmanit.
Janë të marrë ndihmën mjekësore kapiteni i skuadrës daneze Høgsberg, Lukas Høgsberg, ditëlindjes 23 qershor 2006. Lojtari Nordesland në Danimark. Pjesë e skuadrës daneze. Një 11 sfida për të në këtë edicion. Një kontratë deri në 2026 edhe për Høgsberg me klubin e tij. Shojmë një tjetër dalje skuadrës së Danimarkës. Këtu gabojnë Tosku me këtë pasim për Sulejmanin. Kanë kontrol Sulejmani, shkon drejt fundores, jashtë vijave kufizuese bashkë me topin. Sulmuesi Sulejmani, rivën e fundore për Martin. Ka tjetër fytyrë me Sulejmanin fushë skuadra, por ende nuk po arrin të krijojë diçka. Si Nureddin dhe Sulejmani, dy lojtarë të shpejtë, që morën vendin e Hasanit dhe Marinajt. Do ishin lëvizjet e Juliana Matajt. Por ende nuk po shohim diçka të prodhuar nga kuqezint. Danimarka është zote fushës, kontrollon gjithçka, lojën, por edhe hera herës provon golin e qetësisë, golin e dytë. Larsen, Krug Jensen Larsen provon arkimin, mbyllet edhe një herë tjetër Kruger Larsen. Hoyer, kjo tentativë, Nielsen kontrollon portieri Taho. E djathta Nielsen nga distanca kontrollohet topi nga ana e portierit Taho. Prendi, top për para, Volkaj nuk largon si duhet Arifi, e u mbet topin Arifi, nisen danezët, por arrinë mjaft mirë aty Dama, këtë top drejt Nureddinit. Shohim Tosku, e kanë kontroll, Jansen e shqetëson, mbrapa e dërgon tek Shpuza. Prendi, Kurti, Dama, kërkon Arifin, nuk kuptohen, provojnë dalin danezët, Prendi, u mbet topin, edhe një skuadra Danimarkës, Hoyer, Larsen, Kruger Jensen. Mbrapa edhe një tjetër, Hoyer. Kruger Jensen, Larsen, Kurti ndërhyn. Mbyll kapiteni, provoj Larsen të depërtojnë në zonë. Do të kemi lëvizje, e mbyll Jaku këtu takimin dhe në fushën e lojës do të jetë Kashari. Kashari, i vetëm lojtari në shkruar me karton të verdh në pjesën e parë, Jaku lë fushën e lojës.
Kjo është lëvizja e radhës e Juliana Mataj. Të shohim se çfarë do ndryshojë në formacionin e skuadrës tonë me aktivizimin e Kasharit. Hoyer provon krosimin, prendi, më pas Shpuza e nxjerr topin nga zona. Edhe njerë danezët me Jensen ka shqecimin e Toskut, i fundit është Jensen që e prek rivëndja me duar i takon kuqezinve për ndreca për të rivënd topin loj. E ko që një nga lojtarët tahen me rëndimin mjekësore. Jemi me një lojtar më pak në fushën e lojës momentalisht, Arifi Kashari. Devjohet topi, në kohë gati Nuridini për të rikthyer në fushën e lojës pas ndihmës mjekësore. Tek Fral Pisalo aktivizohet Klaus Kashari dhe linjës 2006, ndërkohë të shohim të dalje të kuqezinve, është kjo ndërhyrje e gabuar ndaj Nuridini dhe kemi goditje të lirë. Kjo është një mundësi e mirë për t'u afruar portës. Të shohim nëse do të kemi një arkim edhe një tjetër. Ndërhyrjen ndaj Nuridinit ishte Botker, ai që ndërhyri në mënyrë të gabuar. E 65 minutë përfundon në këto qaste, e 66 nis, të shohim se çfarë do të sjellë ky moment për skuadrën tonë. Tosku është Shpuza pranë topit. Vjen arkimi, është i ulës Sulejmani me këtë kthes. Ja shkon Sulejmani, shfaqet rrezikshëm. Pas 66 minutash vjen mundësia e parë për skuadrën tonë. Dhe ky është Sulejmani, i cili provon atë akrobaci, por nuk arrin të gjej kuadratin. U desh të prisnim 66 minuta për të parë rastin e parë për skuadrën tonë. Larsen në këtë pasim, goditja Taho në dy kohë. Ka rritur të ndalë Zhvartaun. E majta e sulmuesit ishte potente, shohim edhe njërë tjetër. Pozicional portieri Taho. Topi gjatiti Sulejmani për Nuredinin. Walker mbyll, ka fal ndaj tij, goditje lirë për danezët. Walker, Hoyer, Hogsberg, Kruger Jensen, avancon vetë Kruger Jensen e ndal Arifi. Faul ka edhe karton për lojtarin e Teutës. Bashkohet ai së bashku me Sulejmanin, janë dy lojtarë në fushën e lojës të ndëshkuar me kartonat verdh për skuadrën tonë. Kruger Jensen është shkuar në kran tjetër për skuadrën daneze. Tjetër lëvizje. Të shohim, është numri 8 Vranici, i cili merr vendin e Arifit. Vranici, lojtari që vjen nga klubi i Parmës, merr vendin e Arifit. Lëvizja
E katërt e Juliana Matajt. Kruger Jensen, ky pasim Hoyer e kthen në qendër, largoi në kuqezin të kontrollon Taho. Kërkoi shpuza një top të Tahos. Nuk e preferoi atë pasim portieri, shkurtimisht për Kurtin. Nuredini me kokë, Sulejmani pa daljen e portierit, provoi të majtët, e gabuar. Ajo e majte Sulejmani. Hoyer. Hogsberg e dërgon Tomi mbrapa tek Watker. Pas është Botker. Shohim, provon skuadra jon tashmë të ngrihet lart, të mos e lëj kundërshtarin të organizojë manovrën e saj. Martin. Tali nga zonë danezët, kapiteni Hogsberg, top i gjatë për Kruger Jensen, Ryn Kurti. Dama i fundit e prek mbrojtësi në rivendim e duar për skuadrën e Danimarkës, Larsen. Watker. Shkën topi tek Bitstrup. Nielsen. Watker sërish. Jensen. Nga djathta provojnë tashmë të organizohen lojtarët danez. Ky kërsim Kurti e dërgon në këndoren e 6 për skuadrën daneze, kapiteni Kurti. Kruger Jensen nga këndi, shkurtimisht pasimi, pritet arkimin zonë, është i dobët, mbyllin lojtarët tanë që provojnë dalin përpara. Gabon Nuredini në marrjen e topit. Humbet mundësinë skuadra jon për të dalë në ataksion sulmues. Tashmë janë danezët që provojnë të organizohen. Kruger Jensen. Shojmë Bitstrup. Edhe njërë tjetër janë danezët. Shkon topi në kanë djathë, Bitstrup, vjen arkimi, prendi me kokë, më pas për ndreca, eviton goditje nga këndi. Hoyer shoqëron topin jashtë vijave kufizuese, tjetër rivendim e duar që i takon skuadrës daneze, mbetet në fazën sulmuese skuadra mike. Shojmë këtu Kruger Jensen.
Edhe një tjetër sulmuesi. Nuk ka në vend kontrolin e topit. Jashtë vijave kufizuese. Kemi faul. Kemi patur një dorë të zgjatur të kundërshtarit. Është Hoyer i cili ndëshkohet me kartonin e verdh. Ndëshkohet dhe Hoyer me karton të verdh. Është një karton i verdh i ngjashëm pak shumë me atë që u ndëshkua edhe Sulejmani për skuadrën tonë në duelin me kapitenin Hogsberg të danezëve. Për ndresën e këtë goditje të lirë, shkon Tosku për të harkuar drejt zonës. Ky topi Toskut. Dama mjaft mirë. Kërësimi i tij është i lartë. Topi kthehen në qendër, kjo goditje e dobët e Nureddinit. Shohim ka faul, thot gjyqtari. Nuk janë dakord lojtarët tanë, por kemi faul në favor të skuadrës së Danimarkës. Faul në sul nga Kuqezint. Jemi në minutën e 75, shohim edhe njërë tjetër goditjen e Nureddinit. Ndërkohë tek Danimarka bën gati për një tjetër lëvizje. Është Olsson jashtë fushës së lojës. Lojtari i cili luan në radhët e 20 vjeçarëve të Torinos, Cornelius Olsson. Botker lë fushën e lojës. Kjo është lëvizja e skuadrës daneze. Topi gjati Martin. Lërin Kurti me kokë. Kashari. Dama. Sulejmani. Tosku. Von këtë pasim. Vranici. Shohim ka patur pozicion në shloja, apo top që ka shkuar jashtë vijave kufizuese. Si duket është pozicion në shloje. Ky është vendimi i gjyqtarëve. Hogsberg. Nisin me shpejtësi danezët edhe njërë tjetër. Nuk ka siguri në avantazhin e vetëm një goli. Duke parë edhe këto minuta ku skuadra jon ka provuar të zgjohet. Dhe era erës është vizitore drejt zonës dhe portës së Martin. Tjetër topi fituar, të shojmë Sulejmani. Sulejmani me stra kundërshtarëve. Pas kjo tentativë Vranici e gabuar. Shumë e djatha e numri 8. Mund të kishte bërë më mirë. Të shojmë se do të vjojë të mbajtë ritëm skuadra jonë në këto 13 minuta të mbetura të kohës së rregullt, pa llogaritur kohën shtesë. Përndreca vetëm mbyll aksionin e kundërshtarëve, topi jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar për Danimarkën. Kruger Jensen, gjithjaj Kruger Jensen, zhvendosën nga qendra. Kruger Jensen, Larsen, provohet kryesimi, mbyll Vranici, edhe një tjetër Larsen, kontrollin e topit. Hoyer, arsyeton, brava e dërgon. Hogsberg Walker, nga prapavia tashmë edhe një tjetër danezët, sërish Hoyer. Pas është Kruger Jensen, Kruger Jensen i drejtohet zonës, gabon pasimin,
Provojnë dalin me Kasharin lojtarët tanë, vjen me shpejtësi Shpuza. Dueli me Jensen. Këtu kemi faull të Shpuzës dhe do të shkohet edhe ai me kartonin e verdh. Tjetër lojtar i ndëshkuar për skuadrën tonë. Kruger Jensen. Dama shkon pranë tij. Kruger Jensen mbyll dhe Kurti. Kërkon kapiteni, por pa adres, mënyrë të gabuar jashtë vijave kufizuese. Topi takon danezëve. Oksberg me njerë mbrapa, shkon topi tek Olson. Futuri pak qasë më parë në fushën e lojës. Bitstrup, Olson sëresht. Uakar me njerë dërgon tek Hogsberg. Mbyll edhe një tjetër dama për topi jashtë vijave kufizuese i takon skuadrës daneze. Të nuk arrin të dalë Nuredini. Danezët tregojnë pasiguri, jemi në 10 minutat e fundit. Dhe të Hogsberg kapitenin në këtë rivënim e duar. Rënë Kurti me kokë. Martin. Rondal Bitstrup. Martin edhe një tjetër për Larsen. Dama nuk e merr si duhet e prek ai fundit topin dhe rivendja me duar është për danezët. Ishte një mundësi ku mund të shtynin përpara, por nuk arriti Dama të vihet kontrollin e topit. Larsen në rivendja me duar. Nuk citon Larsen, do t'jetë skuadra daneze që do të kërkojë administrimin e rezultatit dhe të fitores në këtë fund të takimit. Këtu kemi faull, rrugë gabuar ndaj Damës, goditje e lirë për skuadrën tonë. Shohim, jo, ka vetëm rivënie me duar, por ai flamur i tundur nga asistenti u duk për një faull, por vetëm rivënie me duar. Tosku. Mbyll aty Nielsen, më pas Shpuza, dale në mënyrë të parregull, goditje e lirë, dhe këtu mund të jetë një moment ku mund tentohet edhe kuadrati, edhe pse distanca është e largët. Shohim edhe një tjetër këtë ndërhyrje. Në kohë që bëhet gati Raimond Marinaj për të hedhur në fushën e lojës. Vranici, Tosku, Kurti, Kashari, disa lojtarë pranë topit. Ndërkohë që gjyqtari me sa duket tregon kartonin e verdh për 2 lojtarë. Njëri prej të ndëshkuarve është Dama. Në kartonin e verdh, ndërkohë që tjetri me sa duket është Zhvartau, sulmuesi i skuadrës daneze. E mbyll këtu ndeshjen Dama, në vendin e tij është Marinaj. Shohim çfarë do të thotë ky ndrim, jemi në minutën e 84 të takimit. Kemi mundësinë në këtë goditje të lirë të afrohemi portës kundërshtare.
Ka mbetur me sa duket i vetëm Vranici. 3 lojtarë në murin mbrojtës. Shohim niset Vranici, e djatha e tij është shumë e gabuar. Rivendje fundore për portierin Martin. Bitstrup, topi gjatë përpara, ndërhyn Marinaj. Tashmë në linjën e majtë të Marinaj, me shpuzën të pozicionuar në linjën e djathtë të mbrojtjes. Jansen gati për të vetur në fushën e lojës tek skuadra e Danimarkës. Nuk arrin shpuza me kokë Kruger Jansen. Brenda zonës ky pasim Larsen. Këndore pranë golit të dytë. Pranë golit të dytë skuadra e Danimarkës, goditja e Larsen. E 7-ta goditje nga këndi. Asnjë për skuadrën tonë. Shohim edhe një herë tjetër Larsen. Topi ka prekur shtyllën traversale. Vjen Arkimi. Nuk arrin të largoj Kurti, mbetet aty topi. Më pas Sulejmani. Edhe njëherë këmbgulin danezët. Tjetër krosim. Kashari, Nuredini. Provon nxjerr skuadrën përpara. Mbyll Hogsberg. Walker. Bitstrup. Walker sërish. Hogsberg. Shohim me Jensen mundësinë e skuadrës të Danimarkës. Mbyllet Jensen brenda zonës e majta. Kontrollon Taho. Nisë me shpejtësi për ndrecën nga e majta. Topi gjati për ndrecës. Kërkohet Nuredini, ndërkohë që del dhe Martin. Prendi. Kurti. Edhe një tjetër Prendi. Taho. Gabon pasimin, por Prendi korrigjon. Topi drejt Sulejmanit, Hogsberg mbyll. Ko Kashari e dërgon tek Marinaj. Edhe një tjetër Kashari. Marinaj, Prendi. Sërish Marinaj. Prendreca. Edhe një tjetër Marinaj. Qarkullojnë topi lojtarët tanë. Shohim Nuredini, ndërrin aty Bitstrup. Kashari. Vot ky vertikalizim Sulejmani, Tosku, Prendreca. Edhe një tjetër për Nuredinin. Nuredini provon Arkimin, mbyllet. Prendreca, vjen kryesimi i tij, është i lartë. Shohim nuk arrin shpuza. Largojnë danezët, rivendje me duar për skuadrën tonë, por do të kryhet ndrimi. E mbyll këtu ndeshjen Hoyer, në vendin e tij Jensen. E 88-a minutë. Justin Jansen, Nordisland, skuadra ku luan kryesisht me skuadrën e 19 vjeçarëve. Nuk ka patur minuta me ekipin e parë. Bitstrup. Topi gjatë për para. Shohim Jansen. E mbyll aty Marinaj. Prendi.
Do vijat për para. Tu kemi një pozicion e shloje, vinde nga pozicioni e shloje Tosku, ndalojën asistenti, topi takon skuadrës së Danimarkës. Olsson. Jensen niset Bidstrup. Provan krosimin. E mbyll aty Kashari dhe kemi goditje nga këndi. Kjo është e teta për skuadrën e Danimarkës. 8 goditje nga këndi në këtë takim për skuadrën daneze, asnjë për skuadrën tonë. Është Nielsen që e prek topin I fundit, ndërkohë janë në sekondat e fundit kohës rregull, do të njihemi edhe me kohën shtesë nga ana e gjyqtarit. Ryn Hoksberg, kurti edhe një herë tjetër Shpuza. Jasmir Vranici, 4 minuta shtesë, Vranici, kalon vet, Vranici, Sulejmani, kërkohet Nuredini, Vranici edhe një herë tjetër. I fundit e prek numri 8, I takon danezëve në rivënie me duar topi. I kërkohet Hoksberg në nxitoj nga ana e gjyqtarit. Ryn në kurti me kohë. Pas është Marinaj. Përndreca. Topi gjatë drejt Nuredinit, ndërryn Olsson. Tjetër topi fituar nga lojtarët tanë, gjithçka rregull nga të ndërhyrje Tosku. Përndreca pritet krosimi, mbyllet nga Bidstrup, tjetër arkim drejt zonës. Nuredini, çojmë Sulejmani, goditja. Devijohet topi, këndore është e para, I takon lojtarëve tanë. Janë minutat e shtesës, ato që ndoshta mund të sjellin diçka. Shohim Sulejmanin, ndalet nga portieri Martin në apelin e parë. Sulejmani edhe një herë tjetër me kokë, nuk ka koordinimin e duhur, ndërkohë që nuk e mbrin topin Përndreca. Jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar për danezët. Ndërkohë që Amata I kërkon skuadrës të qëndrojë lart në këto çaste të fundit, në këto minuta të shtesës, ndoshta për të mos e humbur këtë përballje. Do të kërkohet goli I barazimit në këto çaste. Të kemi rivënie me duar Nuredini. E lë për Shpuzën. Do të kemi një rivënie drejt zonës, një rivënie me duar gjatë drejt zonës nga ana e Përndrecës. Shtatlartët janë në zonën kundërshtare, Përndreca. Shpuza, tjetër top drejt zonës, largojnë danezët që kanë mundësi përpara, ko këtu Shpuza. Nuk e mbrin topin Kruger Jensen jashtë vijave kufizuese. Do të jemi në rivënie me duar për skuadrën e Danimarkës, ndërkohë që lojtarët tanë marrin pozicionin në prapavi. Është kapiteni Hoksberg ai që kryen rivënie me duar, ndërkohë që Larsen në shkohet me karton të verdh për atë veprim. Ryn kurti me kokë, Sulejmani. Kërkon pasimin për Shpuzën, Sulejmani. Tjetër rivënie me duar edhe një herë tjetër Hoksberg.
Shohim, kemi goditje nga këndi e 9-ta për skuadrën e Danimarkës. Ishte kapiteni Hogsberg, ai top jashtë vijave kufizuese, nxiton portieri Taho në këtë rivendje fundore, më pas Kurti, topi gjati portieri Tosku Sulejmani, pasimi për Vranicit, shohim daljen e kuqezimeve Vranicit drejt zonës, Vranici, Hogsberg e mbyll. Dhe këtu estonezi jep fund këtij 90 minuti. Danimarka mes dritërimeve në fund arrin të marrë 3 pikët e plota me shifrat 1-0 përballë Shqipërisë, që u zgjua vetëm në 15 minutat e fundit të kësaj përballje. Vendos goli minutës së 37, realizuar nga Jensen për 3 pikët e danezëve që shkojnë në kuotën e 6 pikëve, po aq sa dhe ka skuadra Izraelit. 6 pikë të dyja skuadrat që vijojnë rrugën për mëtej. Do të jetë Izrael-Danimarkë përballja që do të përcaktojë kryesuesin e grupit, ndërkohë për të ndarë pozicionet 3 dhe 4 do të jetë dueli mes Shqipërisë dhe Irlandës së Veriut. Miq, ishte gjithçka nga Elbasan Arena, bashkë mirë dëgjofshim në transmetimet e tjera.